për të shpreh menjorën time të thellë për kontributin e veçantë dhe meritat e jashtëzakonshme në avancimin e çështjes sonë kombëtare, kam nderin të ndaj medaljen me besim Zot atë dhe e shtet General Kudusi Lama. Ramush Haradina, komandanti i zonës Dugazhirit. Me që jenë thonë shumë vërteta për këtë ngjarje, më lejoni me i veçue ndoshta 2 elemente që e kanë bërë ndryshe këtë ngjarje datën 24 mars 98. Kishte kalu një kohë gjatë në përpjekjet tona me mrite një organizim që një ditë mu ballë për ballë me Serbinë. Pra ishin disa vjetë përpjekje, edhe këto përpjekje nuk ishin shku krejt me sukses. Kishte ndodhë janari i dhemshëm i Zahir Pajazitit, i Hakifit, i Edmanit, kishte ndodhë ngjarje tjera ma herët, kishte ndodhë maj 97-ës i Luanit, kishte ndodhë vrasja e Dian Krasniqit, kuptohet që këja kishte ndërmarrë sulmet e veta dhe kishte disa dëshmi se ekziston se është e fortë, por nuk kishte shku as mirë lufta jonë. Aksioni i përgjithshëm i shtatorit në 97 ishte një dëshmi e jona. Dhe në këtë rrugtim tonin deri në përballjen e parë, Serbia mori iniciativën. Pra nuk arritëm ne me kriju një përballje në bazë të planeve tona, por Serbia mori iniciativën, edhe pas disa përpjekjeve që kishte bën prekaq se nuk ishte sulmi i parë, pas rëqaku dhe Ligoqanit ndodhi përballja në prekaq. Një përballje e cila vërtet është unike, edhe nuk ka tjetër, edhe s'mund të krahasohet asgjë me këtë përballje, me këtë luftë, me këtë betejë. Qëndresa heroike e komandantit i gjendara Demi Ashari, e familjes Ashari, e të gjithëve prezent, deri në flijimin e secilit, është unike. Edhe është diçka e rrallë, është e veçantë, edhe vërtet u kthynë një kushtrim, pra një kushtrim për shqiptarët kudo që janë, që t'i kushtohen lirisë, që t'i jepen lirisë, që të luftojnë për liri, të luftojnë deri në sakrificën, ashtu si u tha, deri në sakrificën sublime. Mirë po, me 5-6-7 mars, ai epilogi i asaj lufte krijoi një presion të madh. Çka matutje? Pra ishte një presion tepër i madh, çka tash? E vërtet që ajo që ndodhi në prekaq ishte thirrje, ishte kushtrim. Po çka matutje? Çka do ndodhë tash? Ishte bukur bare rënd për Glogjanin, në këtë rast edhe për ne, edhe për mu, si do të shkonte përballja e radhës. Për shkak se ne ishim identifikuar më herët, ose Serbia e dike kush jem, se me 6 maj 97 u vra Luani. Edhe evidencën e asaj betejë e kishte Serbia. E dinte kush janë konë pjesëmarrës, që ka qenë Fehmija, që kanë qenë bashkëftar tjerë, që ishte një bërthame fuqishme, ndryshe thonë një resurs i arshëm, një burim i arshëm i luftës. Edhe po të shkonte kjo përballje në dëm të UÇK-s ose pas suksesin e UÇK-s, nuk ishte vetëm çka ndodhi me ne, tashom me Glogjanin, me Haradinajt, me Mehmetajt, me gjithë ne, po çka ndodhi me shqiptarët, si do të shkon matutje kjo luftë. Edhe në këtë presion, që nuk ka qenë i lehtë nga 5-6-7 deri në 24, e kemi diskutuar shumë herë. Me Shkëllxhenin, me Dautin, e me shumë tjerë. Edhe i kemë bërë disa skenare të mëjshëm. Vazhdimisht kemë bërë skenare. Çdo ditë lume, e kemë pas një version. Si kur ndodh, me mujt me emri suksesin, me mujt me qenë fitus në këtë përballje. Por, sikur se kanë thonë, gjitha planet vinë ujë, kur ndodh, kur fillon përballja. Edhe gjatë gjithë ditës asaj dite, mos e harroni sigurt, ju them, në ata që ishin
pjesë e luftës, pjesë e krijimit luftës, se edhe Gazmendi, edhe Agroni nuk janë ushtarë të natë të tetës, janë të shumë viteve më herët, janë të gjeneratës së luftarëve të parë. Përgjithësia ka qenë jo veç ka ndodhur me ne, çka ndodh me luftën, çka ndodh me UÇK-n, çka ndodh me shqiptarët e Kosovës. Për fat mirë, epilogu i kësaj lufte tani që ta përmbyllim më shpejt, rezultoi me fitoren e shqiptarëve. Rezultoi me drejtën e shqiptarëve. Në fund të ditës, edhe pse 3 nga ne u vranë, e ne që ishim rrethim nuk e kem ditë që janë vrarë ata 3, pra ke marrë ma vonë vesh. Kishim një të plagum në këtë rast, mirë po rezultoi që shqiptarët e fituan këtë luftë. Herojtë dhe dëshmorët tonë, po du me i përmend për fillim, ata kanë tregu është matë, pastër, dashnia për vendin, për lirin, për secilin njeri që sot jeton, për secilin fëmijë që sot jeton. Tash, historia jonë që e flasim për çdo përvjetor, nuk duhet me qenë vetëm krenari edhe lavd. Duhet me mri me qenë edhe mësim, po jo si i përsëritun si klishe, është historia na mëson, historia na mëson. Historia nuk na mëson që mësohet matematika ose biologjia. Historia duhet mu lexu e tillë që me na mësu esencën e ekzistencës sonë si kom sot këtu. Fëmijët tonë, e ata që kanë me ardhë, është esenca e ekzistencës. Këto duhet me i ditë na. Këto duhet me i ditë. Për flas për ekzistencën, për esencën e ekzistencës si kom. Për ndryshe, ka qenë zërë me ekzistu. Ka qenë zërë me ekzistu. Edhe shumica për jush që jeni këtu, ose jeni veteran të plagosun luftë, ose familjar të dëshmorëve. Duhet me mësu edhe një gjotë tepër të rëndësishme, e që nashta ja huqim nga njëherë. Se heroj nuk janë vetëm ata që kanë ra. Kërkun në botë nuk janë heroj vetëm ata që kanë ra. Ata po se po. Po popujt kanë heroj që janë gjallë. Popujt kanë heroj që janë gjallë. Se heroizmi nuk nënkupton vetëm me u pas vra. Na i dim heroizmat e popullit tonë, i dim heroizmat e njerëzve tonë gjallë. Tu harru me i përmend heroizmat e njerëzve të gjallë, na ikin disa detaje tepër interesante, sepse mos harroni që herojt tonë gjallë, edhe nuk është klishe kjo me e përsërit, herojt tonë gjallë nuk janë veç njerëzit tonë që kom me i përmend tash. Herojt tonë gjallë kanë qenë edhe ata që kanë fluturu në qelë. Edhe ata janë herojt tonë. Ata janë herojt tonë se i kanë bombardu armiqt tonë që kanë dashur me e xhbo këtë popull. Ata që e kanë marrë flamurin Amerikan, edhe jo vetëm Amerikan, po edhe Britanik, edhe Gjerman, edhe Francez, edhe Danez, edhe Belg, ata i kanë marrë ata flamuj, janë edhe ata herojt tonë, përpos njerëzve tonë. Na jemi befasu që me 24 mars 1999 kanë nis bombardimet e NATO-s të prime për Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Serbisë, e me 24 mars këtu u bë luftë. Po që kjo ka mujt me qenë koincidencë. Sot jemi mbledhur në këtë tubim përkujtimor me ndjenjë të thellë respekti, mirënjohje, përgjegjësie historike për të kujtuar një nga momentet më domethënëse të luftës sonë shërimtare. Një nga çastet më të rëndësishme të historisë së rezistencës së armatosur shqiptare në Kosovë. Përballjen e lavdishme në Glogjan me 24 mars 1998. Një përballje që nuk ishte thjesht një betejë ushtarake, por një provë e madhe e karakterit, e guximit dhe vendosmërisë së popullit shqiptar për liri. Një ngjarje që shënoi një kthes të rëndësishme në rrjedhën e luftës shërimtare. Kujtojmë sot një betejë që në historinë e luftës shërimtare të Kosovës zëvend të veçantë. Kujtojmë një moment kur përballë një makinerie të fuqishme ushtarake
qëndroi një grus luftëtarësh të vendosur, të cilët nuk kishin as e përsi numerike, as e përsi në armatim, por kishin diçka shumë më të madhe, besimin në drejtësinë e kauzës së tyre dhe vendosmërinë për të mos u nënshtruar. Kjo nuk është vetëm një ditë kujtimi, kjo është një ditë reflektimi për historinë tonë.